Qa të them, se këto biseda po ma kujtojnë një periudhë si kur të ishim në shekullin e 19. Të mblidhemi ne një shesh, t'i tregojmë Evropës, asaj kreaturët e poshtër, të jemi të gjithë bashkë. Pyetja është, çka pastaj? Do thonë, pas gjithë këtyre tubive, a do t'i bëj kjo përshtypje bashkisë kombëtare? Nuk e di, nuk besoj. Kemi parë ambasadorin e Britanisë të Madhe para disa javësh, që pati një deklaratë, që ne të përkrahim shpatën ashtu siç e kemi përkrahur luftën dhe shtërimin e Kosovës. Dhe nuk ka asnjë reagim. Ku mbetën gjithë ata patriotët që vazhdimisht dalin dhe bëjnë deklarata të therrë patriotike. Historia e gjykatës speciale është pak më ndërlikuar se që tregohet shpejt e shpejt për motive të keqpërdorimit të patriotizmit. Ka nisur me 2-3 gazetarë amerikanë me disa akuza jashtëzakonisht të rënda, të cilat ata nuk i kanë publikuar sepse kanë pasur dëshmi të mjaftueshme. Pastaj e ka marrë Carla Del Ponte, e cila për mendimin tim ishte një juriste shumë e dobët, por një populliste shumë e madhe, e ka futur në librin e saj. Pastaj nga libri, Këshilli i Evropës ka vendosur që kjo çështje të hetohet. Është caktuar politikani zvicran Dick Marty për ta hetuar këtë çështje. Në Kosovë këtë çështje nuk e ka marrë askush seriozisht. Kur ka vajtur zoti Marti në Prishtinë, ka pas problem të takojë njerëzit, sepse ka menduar çfarë është Këshilli i Evropës, nuk është serioz. Mirë. Në dhjetor vitit 2010 ka dalë raporti. Dhe unë menjëherë pas raport i kam dhënë mundësinë kryeministrit Thaçi që të sqarohet para publikut ndërkombëtar sepse kishte akuza të tmerrshme ndaj tij. Dhe ai ka thënë atë kohë që Kosova është e hapur për hetime. Këshilla ime ka qenë që të gjithë njerëzit që përmenden në raport të largohen nga pushteti dhe të por me kusht të gjykata të jetë kosovare dhe kjo çështje të hetohet nga gjykata kosovare. Në opinionin kosovar kam bizotruar ose te politikanët e fuqishëm të asaj kohe kam bizotruar mendimin që nuk duhet të ketë, nuk duhet të ketë një gjykatë kosovare në kuptimin sepse kjo nuk e lejon bashkia ndërkombëtare. Dhe në një mënyrë ka deklarata edhe të tjera të cilat politikanët e Kosovës thonë ne nuk mund ta garantojmë një proces të rregullt, nuk mund të garantojmë sigurinë e dëshmitarëve, duhet një hetim ndërkombëtar. Domethënë në një mënyrë politikanët e Kosovës në atë kohë vetë i kanë hapur rrugë një procesi të tillë. Tashti kjo është shumë me rëndësi se raporti Dick Martit realisht nuk ka peshë juridike. Raporti Dick Martit është dorëzuar në Këshillin e Evropës. Tani, çështjen e merr në dorë një prokuror amerikan, Clint Williamsoni, dhe kjo më pengon shumë në debatet shqiptare, se kjo pjesa esenciale heshtët, sepse është shumë ma lehtë një politikan zvicran kota atje, siç thoshte dilte Sali Berisha në 2010 në Parlamentin e Shqipërisë dhe thoshte ai zvicrani që kur kemi qenë në komb aristokrat me kulturë të lartë, ai paradhësit atij zvicranit kanë ecur në përdeg. Domethënë majmunët helvetik dhe patriotët shqiptarë, se kështu bëhet politika tani me këso prallash. Po. Edhe, domethënë çështjen e ka marrë në dorë prokurori amerikan dhe ai e ka hetuar faktikisht, e ka verifikuar çfarë ka në raportin e Dick Martit. Dhe për fat keq ai në vitin 2014 ka arritur pothuajse në të njëjtin përfundim dhe ka thënë tani duhet të ketë proces gjyqësor. Unë mendoj që presidenti Thaçi, kryetari i Parlamentit Kadri Veseli janë treguar jashtëzakonisht të përgjegjshëm për kohën e tyre. Ata kanë qenë realistë, kanë ditur që Kosova nuk ka fuqi ta pengojë një themelim të gjykatës. Ata kanë thënë do ta themelojmë, do ta miratojmë kuvendi i Kosovës në vend se ta të miratohet të bëhet një gjykatë, siç është bërë për shembull në rastin e Libanit, kur është vrarë kryeministri i Libanit Rafik Hariri, OKB-ja ka themelu gjykatë. Domethënë, edhe frika ka qenë e madhe dhe realiste në Kosovë, sepse në atë gjykatë do të mund të kishte edhe gjykatës kinez, edhe rus, edhe nga shtetet e tjera të cilat nuk e njohin Kosovën. Prandaj ka ndodhur kjo çfarë ka ndodhur. Në deklaratën e Kadri Veselit kur është shkuar në Hagë, ne mendoj